Roli i kapitenit të javës në Big Brother VIP Kosova ka sjell edhe këtë herë zhvillime të forta brenda shtëpisë, ku Limi, fal avantazhit të fituar, ka arritur të ndikojë drejt për drejt në rrjedhën e lojës dhe raportet mes banorëve. Vendimet e tij jo vetëm që ndryshuan balancat, por gjithashtu ndezën diskutime të shumta mes publikut dhe brenda shtëpisë. Si pjesë e privilegjit të kapitenit, Limit ju dha e drejta që t'u hiqte nga një bilet kthimi 5 banorëve, duke i lënë ata pa mundësi rikthimi në rast eliminimi. Ai vendosi t'u marrë këtë avantazh Londrimit, Ludos, Klodit, Labinotit dhe Benitës. Ky veprim u pa nga disa si strategjik, ndërsa nga të tjerë si i rrezikshëm. Duke pasur parasysh pasojat që mund të sjellë në vazhdim, por loja mori një kthes të papritur kur Limi u përball me një tjetër zgjedhje vendimtare. Atij ju dha mundësia që 5 biletat e marra t'ia transferonte një banori të vetëm, në këmbim të një surprize. Pa shumë hezitim, Limi vendosi t'ia besoj të gjitha biletat Albës, duke i siguruar asaj një mburojë të fortë dhe mundësi rikthimi në rast eliminimi. Ky vendim ka ngjallur reagime të shumta, veçanërisht për shkak të historisë së mëparshme mes Limit dhe Albës, të cilët kanë qenë çift në një format tjetër televiziv. Ndjekësit e vëmendshëm kanë vënë re se afrimi dhe respekti i Limit ndaj Albës janë shtuar dukshëm kohët e fundit, sidomos pas distancimit të tij publik me Dolcen. Mbetet për t'u parë nëse ky veprim do të ketë ndikim emocional, strategjik apo të dyja në vazhdimin e lojës.